Ashtu si çdo vit, kreu i qeverisë ka organizuar një pritje në Pallatin e Brigadave për gazetare drejtues të medias së shkruar e asaj audiovizive. Ndryshe nga çdo takim mes tyre, fjalën e kanë marrë të parët gazetarët, të cilët e kanë thumbuar kreun e qeverisë për daljet e tij të shpeshta në media, por kjo nuk e ka mërzitur as pak kryeministrin, i cili sapo ka marrë fjalën, është kundërpërgjigjur. Zdesha të bëj një fjalë gjatë nga ato zakonshmet që ju i keni aq shumë problem. Po në fakt, aq shumë merren me to sa është vetëvetishme pyetja çfarë do bënit sikur ato mos ishin. Raportin me mediat në një vit pune, kryeministri e sheh në disfavor të tij. Dua sinqerisht t'i falenderoj për këtë luftë fjalësh pa kufi që kanë bërë në një përpjekje një vjeçare për të bërë copa dhe çika dhe për të nxjerrë nga çdo copë dhe çdo çik një provë therse të asaj që un jam dhe që të gjithë njerëzit duan marrin vesh një orë më parë përpara se të jetë vonë. Dhe unë do vazhdoj me stoicizëm të mbetem kavja juaj kryesore. E në fund, ashtu si edhe në fillim të fjalës së tij, kryeministri ka kërkuar sa më shumë buzëqeshje nga të pranishmit.